Ne dim që, ose keni dëgjuar faktikisht për sa i përket surës Yasin. Që sura Yasin ka transmetime çka të mira, ne thamë që në fillim që krejt Kurani është fjala e Zotit, Madh Xhel Xhelalu dhe krejt Kurani është mirësi, është bereqet, është shërim për shpirt, për trup, për gjithçka. Sura Yasin, keni dëgjuar që thotë dikush është mirë për këtë, është mirë për këtë, ta lexojmë kur kemi vështirësi, ta lexojmë të vdekmit, kur vdes dikush duhet lexohet Yasin. E vërteta duhet thuhet që ka mendime dietarësh që thonë nuk ka hadithe të sakta për sa i përket surës Yasin. Domethënë nuk është e sigurt 100% që kush e lexon surën Yasin, Zoti ka më ia lecu punët. A kupton? Ka disa transmetime, disa hadithe të dobta. Hadithi i dobët e diçka do thotë, domethënë që nuk është i fortë. Nuk është i fortë. Megjithatë, është një prej dietarëve që ka emrin Ibn Kathir. Ibn Kathiri është për atyre dietarëve që ka bërë tefsir, komentin e Kuranit. Ka bërë komentin e Kuranit. Dhe Ibn Kathiri, Allah e mëshiroft, në komentin e surës Yasin, i përmend që thot, ka disa dietarë të cilët thonë kush e lexon surën Yasin, kur ka ndonjë vështirësi, Zoti ka më ia letu ato vështirësitë. Dhe kush e lexon surën Yasin, mbi atë person që është duke i dalë shpirti, Allahu subhanahu xhelle xhelalu ka më ia lecu daljen e shpirtit. Domethënë këtë e përmend Ibn Kathiri, Allah e mëshiroft, e përmend tefsirin e tij. Domethënë që ka mendime të tilla, ka dietar të cilët e përmendin, edhe thot kush e përsëris, kush e lexon surën Yasin, çdo problem që ka, çdo domethënë hall që ka me këtë dynjë, Zoti inshallah ka më letu. Dhe kush e lexon surën Yasin, mbi atë person që është në agoninë e vdekjes, është duke vdek, Allahu subhanahu xhelle xhelalu ka më ia letu daljen e shpirtit. Domethënë edhe herë përsëris që ka mendime dietar që e kanë pranuar këtë gjë. Megjithatë, ka edhe mendime tjera që thonë janë hadithe dobta. Mirë, po ne mos të hym shumë në këtë detaje. Ajo çka është dhe atë çka kanë treguar dietarët, dhe flasin për ky është Ibn Kathiri, është për dietarëve të mëdhenj, është për komentuesve të Kuranit. Ai nuk ka fol për mendjes vet. Po ka baza, ka argumente. Domethënë që nuk e shoh problem, Allahu Teala alem, nuk e shoh problem që nëse dikush ka një hall, ka një siklet, edhe lexon surën Yasin, mas surës Yasin, i lutet Allahu subhanahu xhelle xhelalu t'ia letojë atë hallën, atë sikletin që ka. Nuk e shoh problem, bazë duke u bazuar mendimet e grupit tjetër dietarëve që nëse jetë një person i cili e shikon domethënë në një familje që është një person duke hek, domethënë është në momentet e fundit të jetës vet, ta marrësh, ta lexosh surën Yasin te ai person i cili është duke vdek, inshallah Allahu subhanahu xhelle xhelalu ja lecon daljen e shpirtit. Domethënë personalisht ngrofet zemra me mendimin e Ibn Kathirit, sepse është bazuar në hadithet, pavarësisht që thoni janë hadithet të dobta, mirë po ato e kanë ato argumentet e veta, Allahu Teala e di më së miri. Kjo është për sa i përket pak surës Yasin. Domethënë mos bëhet huti. I kthehem ajetit kuranor, që Allahu subhanahu xhelle xhelalu thotë, ky është ajeti, nëse s'gaboj, ajeti 9 i surës Yasin. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ky ajet kuranor ka sebeb se ka zbrit. Profeti alayhi salatu wassalam, kur muslimanët kanë hik prej Mekë, i ka urdhëruar profeti alayhi salatu wassalam ta lëshojnë Mekën, të ikin Medinë. Pse? Që kanë qenë përsekutuar dhe i kanë dëmtuar shumë, jo pa besimtarët, muslimanët. I fundit që ka ngel Mekë përpara se me shku profeti alayhi salatu wasallam në Medinë, ka qenë profeti alayhi salatu wasallam, dhe ne e dim që profeti alayhi salatu wasallam ka udhëtuar nga Mekë në Medinë me shoqërinë
Ebu Bekrit radiallahu anhu. Mirë po, përpara se të shkonte profeti alayhis salam nga Mekë në Medinë, paria dhe udhëheqësia e atyre njerëzve që ishin pa besimtar, çka bën një plan. Bën një plan, çka plan? E thot, ato kanë jetu përpara fise. E kanë thënë do marrim nga çdo person, nga një njeri të fortë, edhe do bëjmë koalicion bashk, që të arretojmë shpinën e profetit alayhis salam dhe kur të shkojmë me e vranë, ta vrasim krejt me një herë. Pse? Që mos bjeri gjaku me një fis, po të shpërndahet gjaku me gjitha fiset. Dhe kur do shpërndahet gjaku me gjitha fiset, dhe Beni Hashim ka qenë fisi i profetit alayhis salam, dhe fisi i profetit alayhis salam, kështu e kanë planifikuar ata, kur do ngrehet kujt do t'ia marri hakun përpara, ne jemi shumë fise. Që dha, ato kanë planifiku. Mirë po, ai që planifikon më mirë kush është? Është Allahu azza wa jalla, dhe zbret ajeti kuranor, wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin. Dhe bën kurthe. I bën planet e veta. Mirë po thot Allah azza wa jalla i bën planet edhe më mirë. Prandaj njeriu i cili është i mbështet në Zot, mos u frigo ose mos u frikso planeve të shërgjive. Flej qetë, rije qetë, pa mërësi se nga njerë në ka pa jo panika diçka. Ama derisa ti e mbështet të Zoti Gjelle Gjelalu dhe e donë Zotin sinqerisht, rije qetë. Sepse Allahu Subhane Gjelle Gjelalu është ai që të të mbroj. Allah Azza wa Jalla është ai i cili Gjelle Gjelalu që të mbikëshyren. Dhe është Allahu Subhane Gjelle Gjelalu që i din planet e tjetër kujtë. Dhe këto çka bëjnë tanim lidhen. Natën lidhen e rrethojnë shpinën e profetit alayhis salam. Bashkë me profetin alayhis salam atë natë ka qenë kush? Aliu radiallahu anhu ka qenë djalë, çka ka pas profeti? Djalë xhaxhai profetit alayhis salam. Dhe ka qenë i ri Aliu radiallahu anhu. Aliu radiallahu anhu ka qenë për atyre djelmoshave të cilët e ka pranuar Islamin i parë. Shumë i ri ka qenë. Profeti alayhis salam i dikton që kanë rrethu. Dhe i thot Aliut radiallahu anhu, bjen vendin tim, bjen shtrat, vendin tim dhe mbulohu. Dhe ka thonë, dhe je i sigurt që asnjë gjë s'do të ndodhi. Me lejen e Allahut azza wa jall, e siguron, e qetëson. Pavarësisht se Aliu radiallahu anhu ka qenë i guximshëm, ka qenë trim. Megjithatë, sa do trim ti jesh, nuk mjafton vetëm trimëria nëse ti nuk e ke besimin në Zot, ajo. Dhe Aliu radiallahu anhu ka qenë për atyre që ka qenë trim, po ka qenë edhe besimtar. Dhe profeti alayhis salam çka i thot? Dhe je i qetë, se nuk do të ndodhi asgjë. Dhe thuhet e ka mbulu Aliun radiallahu anhu, dhe kur ka dalë profeti alayhis salam e ka recitu këtë ajet kuranor. Kur ka dalë profeti alayhis salam tiki, e ka thënë këtë ajet kuranor, wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ghashaynahum fa hum la yubsirun. Dhe Zoti Gjelle Gjelalu i ka bërë që mos shikojnë asgjë. Dhe thuhet profeti alayhis salam kur ka dalë ka marrë edhe dhe. Ja ka udhë secilit në kokë. E ka marrë dhe ja ka udhë secilit nuk i ka pa. Pra Allahu Subhanahu Gjelle Gjelalu e përmend këtë ajet kuranor dhe thuhet profeti alayhis salam këtë e ka recitu faktikisht këtë ajet kuranor. Jo se e ka zbrit sebeb, më falni, është që profeti alayhis salam e ka thënë këtë ajet kuranor kur ka dalë. E këtu tash dietarët hulumtojnë, e thot, është mirë në rast kur ti ke ndonjë rrezik ose ke diçka ndonjë frikë. Lexoje thot këtë ajet kuranor. Profeti alayhis salam pse e ka lexu? Që Allah azza wa jall t'ia mbuloi shikimin. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ghashaynahum fa hum la yubsirun. Edhe ton është mirë me lexu këtë ajet kuranor kur ke ndaj frikë ose diçka. Për shembull kalon kufinin, po ti nuk duhet se kalon kufinin me gjëra pa lejushme ta lexoj këtë ajet kuranor se nuk lejohet.
A nuk lejohet. Kam unë kontraband tash për kam një gjuhë, çka të them unë kur të kaloj kufinin me kontraband diçka, a ne po e lexoj këtë ajet kuranor, jo, nuk lejohet kjo. Nuk mund ti ta përdorim fen edhe duat. Edhe ajetet kuranore nuk mund t'i përdorim për sherr. Zoti na ruaj për sherrit. Më thonë edhe duaja, edhe ajetet kuranore, edhe suret. Zoti na ruaj mi përdorsh përse nëse ti përdor për sherr nuk ka në efekt. A din ti për shembull që rast kur njëri bën dua. Bën dua të ka bë dikush zullum. Të ketë drejt të bësh dua kundër atit. Zoti ta ka dhënë këtë drejt. Ta nemësh në atë aspekt ose ti thush që Zoti ja mart hakun, e ke drejt, është drejta jote, nuk mund ta mohoj kërkush këtë drejt. Mirë pa, nëse unë të kam bë zullum, ti do të bësh dua veç për mua. E Vladim s'ka faj. Nëse se ti fillon nemën mu, nemën e Vladin, nemën burrin, nemën këtë, nemën... Jo, këtu e ke kalu kufinin, këtu s'lejohet. Ti e bo këtu në këtë rast edhe ti zullumqare. Nga e pafajshme, nga i person që du ka bo zullum, u bëne për aty në personëve që ke bo zullum. Mos me e kalu kufinin, sepse ndodh miletin ton kjo gjë. Ndodh popullin ton kjo gjë që nëse dikush të ka të bo pa drejtësi, ti nuk i le njëri shpije nuk i len pa e nem. Po ti harrove, dhe ne po ta kujtojmë, që në këtë rast ti nga njeri i cili ose e cila tu ka bo pa drejtësi, u bëne pa drejt. S'duhet me kalu kufit. S'duhet me kalu kufinin. Edhe në këtë rast, për shembull, kur njeriu bën dua pa drejtësisht. E kam fjalën totalisht me këtë që ti nuk mund ta përdorësh fen, as ajetet, as duat për gjëra për sherr. Për shembull edhe për kur bën dua pa drejtësisht, ajo duaja nuk bjen. Nëse unë nuk kam bë kur gjë. Dhe ti nemën kot, as nuk mjef as kur gjë dhe më bën dua kot nemën. A dini se e duaja ngrehet, dhe Allah Azza wa Jall Xhelalu e din që është dua e pa drejt, i bjen mbi kokën atij njeri që ka bë dua. Po, nëse ti bë dua kundër me dhe unë s'kam bë kur gjën ty, dhe nemën e bën ku e di unë, ngreta e dua dhe të bjen mbi kokën e diku që ka fol ose ka bë dua të keqe. Pra nuk mund ta keq përdorim. Edhe këtë ajet kuranor që dietarët na kanë mësuar që nuk është keq me e thonë momente që ti ke frikë, momente paniku, dhe tu vëgjalën e min bejnë e i dihim se, ka luft, profeti Alayhis Salam, kur e ka thamë? Ku ka ndesh me e vra? Zotë më në asprof me luftra me send, më thonë e ka përdor profeti Alayhis Salam momentin kur ka ndesh me e vra. Pra, në çdo situatë vështirë që ti e shikon që është rrezik për ty, është mirë ta thush këtë ajet kuranor, dhe unë besoj që këtë ajet kuranor ka kalu, e keni lexuar shpesh, dhe jam e vetëdijshme që popullata jonë lexon surën Yasin shpesh. Këtë Kurani është fjala e Zotit. Kjo është problemi se disa njerëz kapen vetëm me këtë surja Yasin, të vetëm Yasin lexojnë. Yasin është fjala e të Madhit Zot, është sure që Allah Azza wa Jalla ka zbrit, ama këtë Kurani është fjala e Zotit. Këtë Kurani është fjala e Zotit. Për shembull që thot dikush sura El-Waqi'a. Sura El-Waqi'a është mos ta kapi fukrallëku. Me për sura El-Waqi'a nuk ka transmetime të tilla që profeti Alayhis Salam ka thënë kështu, ka sahabi i cili e ka nëse s'ka bëj Ibn Mesudi radhiyallahu anhu, ka sahabi i cili e ka përdor. E ka thënë, ka sahabi shoku i profetit Alayhis Salam që e ka lënë amanet bijave të veta që ta lexojnë surën El-Waqi'a. Kur ka shku dhe ka qenë në momentet e fundit, ka qenë shtratin e vdekjes, i ka lënë vetëm vajza, nuk ka pas. Djemi ka thënë, ati lejmë vajzave tuaja në rrog. Rrog me gjuhën tonë sotme, ta ndihmojnë. Ka thënë nuk ka nevojë bijat e mia për kur gjë, ja kam lënë. Për çka i kam thënë ta lexojnë surën El-Waqi'a për ditë. Ama këtë sunetuti që këtë ka thënë profeti Alayhis Salam. Dhe shumë bukur e thot një dietar, a do të bereqet? Po këtë Kurani është bereqet.
A do me të rujtë Allahu, kretë Kurani është dhëtë me të rujtë Allah Azza wa Jall. Mirë po ne e dim që bereqeti prej këtë surave që i ka përmend profeti alayhis salam që është e bereqetshme, kush është? Sura Al-Baqara. Si thot profeti alayhis salam, kush e merr, kush e lexon, akhdhuha, gjën arabe, akhdhuha, kush e merr, çka do thot kush e merr? Kush e lexon, kush e ndigjon, kush e vën në shpinën e vet, dhe kush mundohet me praktiku, thot është bereqet. Çka kupton berake? Berake në gjuhën është e përgjithshme. Bereqet në mënyrë përgjithshme, ne më njëherë kur themi bereqet më njëherë ke parja. Ne shkojmë me ke parja, sa ty e rrin me në ditë natë ke parja, qysh më u shumu, qysh më fitu, qysh është normale, se njëri do të jetojë, njëri ka ato kërkesat e veta. Mirë po bereqeti është në mënyrë përgjithshme. Nuk kufizohet bereqeti në Islam vetëm te pasuria. A kufizohet bereqeti në Islam, nuk kufizohet vetëm te pasuria. Po çka? Bereqet në mënyrë përgjithshme. Bereqet te shneti yt. Bereqet te koha jote. Bereqet te t'ja shikosh çka është bereke? Bereke hajër. T'ja shikosh bereqetin fëmijëve tuaj. T'ja shikosh bereqetin shtëpisë tënde. T'ja shikosh bereqetin atë që ke, t'ja shikosh bereqetin bukës tënde. Do të thonë, bereqet është me kuptu edhe ma mirë çështjen e bereqetit, se dikush nuk e kupton si duhet bereqet. Risku nga bereqeti ndryshon. Risku nga bereqeti ndryshon të dyja. Nga ndryshon bereqeti nga risku. A janë të dyja njësoj, edhe bereqeti edhe risku ja? Rëskin do të afishoj, bereqeti se jep Zoti. Risk se cili ka. Çdo krijes ka risk, edhe ai që e mohon Zotin edhe ai ka risk. Edhe ai që e mohon Zotin, ditë natë shkumohet. Ditë natë e shan, e ofendon, e rëndon, edhe ai ka risk. Edhe atë që mohon, biles atë që mohon ka riske më shumë. E jep Zoti këtë dynja, merë. Ama kur të shkosh në varr, kur të kthehesh te Allahu dhe ai trupi jot që je krenu me trupin tënd me fizikun tënd, krymat kanë me hangër. Wa ma min dabatin illa ala Allahi rizquha. Çdo gjallëz që është në tokë, thot Allah Azza wa Jall, e ka riskun të Allah. Wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun. Wa fi sama në qiell, të Allahu subhana gjelle gjelalu e keni riskun. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizq, wa ma uridu minhum ayut'imun, inna Allah huwa razzaq. Allah Azza wa Jall thot, nuk I kam kriju gjinët edhe njerëzit përveç se me adhuru, me njoh Zotin. Ka ardhur në këtë dynjë me njoh Zotin. Mirë ai që vjen me këtë dynjë dhe del me këtë dynjë e mohon Allahun dhe nuk e njoh Allahun subhanahu xhela xhela. Ai është njëri humb. Njëri më I humb. Njëri I verë, bërë është ai njëri I cili ka ardhur me këtë dynjë dhe del për kësaj dynjaje nuk e njeh Allahun. Edhe mazi, ke për aty edhe e shajnë të madhin Zot xhella xhelalu. Mirë këto njerëz kur dalin para Allahut subhanahu azza wa jall. E thot Allah azza wa jall, nuk du risk. Riskun e keni te unë. Pra çdo kush në dynjë ka risk. Edhe kafsha ka risk. Edhe miza vogël ka risk. Këtë risk duhet hecësh ta kërkosh. Prandaj ka thënë Zoti dur, kam, sy, mendje, vesh, ti përdorësh. Ta shkosh ta marrësh riskun Allahut, jo të rish gjithë ditën të gjumë, se riskun e pas ka të Allahut dhe të flej gjumë. Ashtu s'ka. Duhet ta kërkosh riskun. Nëse njeriu del dhe vërtet ta kërkoj riskun e vet, ka më shku, Allah Azza Jall ta ka vendos riskun fulan vendi. Ti duhet ngrehesh, shko ta marrësh, te goja s'ka. Gati s'ka. Meriemi, Allah I qoftë I kënaq me të. Nana Aisës alayhis salam, që ka qenë ato që kemi përmend disa herë, që ka qenë atë momenti që kur ka lind,
Isën a.s. Dhe ka qenë dobët edhe fizikisht. Allah Azza wa Jall çka i thot? Që të forcohet. Wa huzzi ilayki nakhl tusanqit alayki rutaban janiyya. Wa huzzi, imagjinati femër e re, e dobët fizikisht në ato momente që ka lind. Megjithatë Allah Azza wa Jall thot wa huzzi shkunde. Hurmën ta shkundi. Nuk flasim për një pemë shumë të vogël, flasim për një hurmë, e cila është pemë e lartë, pemë e fortë. Dhe një gru nuk mundet, edhe një burr nuk mundet ta shkundi hurmën. Mirë po Allahu subhanahu xhalla xhelalu na mëson që ti merri sebepet. Ai që ta jep riskun është Allah Azza wa Jall. Ka thënë huzi, shkunde hurmën. Bë diçka, luj, lëviz. Dhe kështu njeriu do të lëvizi, kërkoj riskun e Allahut. Je shkollu, ke marrë një drejtim, s'ka punë. Po ty s'ka punë, normal, s'ka punë, 3 gjithë ditën të flet. Bjerë në 2 natës, e ngreu 2 dreke, 2 mas dreke, 3 mas dreke, ku da gjesh atë punën? Mas 3 do shkosh te kafja ta pishi kafe, s'ka punë. Jo, njeriu i cili vërtet i mbështetet Zotit, për Zotin, nuk lën Zotin njeri pa risk. Ti je i sigurt se Zoti ka siguru. Nuk lën Zoti njeri pa risk. Ama njeriu i cili mbështetet vërtet Zotit, sinqerisht, ka më furnizuar ashtu siç ka transmetime. Nëse njeriu i mbështetet Zotit me mbështetje të vërtet dhe të sinqert, thot do ta furnizoj, shiko çfarë shembulli ka marr. Do ta furnizoj, do japi risk si puna e atij zogut, i cili del mëngjes me gushën bosh dhe kthehet në darkë me gushën plot. Ama mëngjes ka dal, kur o kthy në darkë. Gjithë ditën ka shku sa ndekte, ka fluturu sa ndekte, ama e ka marrë riskun Allahut Azza wa Jall. Mëngjes. Nuk ka thënë mëngjes. Sepse atëherë është koha e bereqetit kur lëvizën, risku dhe bereqeti kur zbret mëngjes, dil mëngjes shko kërko, dhe po dali njeriu me këtë mbështetjen e plotë, Allahu subhanahu xhalla xhelalu, dije se ka riskun. Pra çdo kush e ka riskun të Allahut. Ama jo çdo kush ka bereqet. Bereqeti thon dietarët është e veçantë për ato njerëz që vërtet i besojnë sinqerisht Zotit në atë që kanë besimin e madh te Allahu. Walau ahlul qura amanu wattaqu lafatahna alayhim abwaaba barakat. Ka thënë Allah Azza wa Jall abwaaba barakat. Nëse njerëzit e një vendi do kishin besu sinqerisht Allahun, do i kishim hap dyret e bereqetit. Nëse kishim besu sinqerisht dhe e kishim frikë Allahun Azza wa Jall, edhe të besosh edhe ta kesh frikë Allahun, se ka shumë njerëz që besojnë dhe se kanë frikë Allahun. Sa njerëz ke që besojnë, ama s'kan frikë. Ka njerëz të cilët falen, han haram, falen, vjedhin. Tash ke lloj vjedhjesh, ke vjedhje në mënyrë të civilizuar. Ke vjedhje moderne. Allah Azza wa Jall ka thonë besun dhe ka frikë Allahun, se jo çdo kush që beson e ka frikë Allahun. Prandaj kur e ka pyet një gru, që në mendshme, ka kalu në një mezhlis, e qenë burrat aty në atë mezhlis. Për jashtë kanë qenë ulë dhe njëri ka qenë dietar, tu i shpjegu për fen, tu i tregu. I ka thonë ke gruaja atyre njerëzve, kush është dietari këtu midis jush? Ka thonë ky është. Thot ata bëj një pyetje. Ke gruaja thot ti hoxhës dietarit, thot ata bëj një pyetje. Thot urna. Thot kush janë rregull, si han ti? Thot unë haj me bismillah dhe haj para vetit, ashtu siç na ka mësuar profeti alayhis salam, bëj bismillah dhe ha para vetit. Mirë, thot si fle? Thot unë bi nga krau i djathtë, bëj bismillah, bi nga krau i djathtë dhe bëj duat e para gjumit. Ka thonë nuk është ashtu si e tu thonë ti. Këto që e tu thonë ti janë rregullat, janë edebet. Mi pa ajo çka duhet faktikisht
ajo brendësia e kësaj, kush është që kur të hash halal. Dhe kur të flesh me gjoksin e pastër që mos ta urresh askan. Kjo duhet, këtë e kërkon Islam, këto që the ti, janë rregulla sipërfaqësore që na ka mësuar profeti alayhis salam, nuk mohohen. Mi pa ajo e vërteta çka duhet, është që kur të hash halal, sepse ke shumë njerëz të cilët han dhe bëjnë bismillah dhe nuk e kanë halal. Ka njerëz që bijnë shtrat edhe thonë bismillah dhe përmendin Allahun. Mi për në gjoksin e vetë vlon urrëtia, vlon smira, vlon xhelozia. Prandaj madhi Zotët kanë besu dhe e kanë frikë Allahun. Kanë besu dhe e kanë frikë Allahun, Gjelle Gjelalu. Çka ndodhën, thot, kemi mi hap dyrët e bereqetit. Bereqeta është që ti pak ke, ama ja shef hajrin asaj pak. Të çon ajo i ke 50 euro, i ke 10 euro, i ke 100 euro, ama ja shef hajrin. Shumë gjëra ke blema atë. Nëse ti blen shumë gjëra me atë, di se ka bereqet. Nëse ke vu një tenxhere, e ke vu për familjen tënde. Ke vu ushqim një tenxhere, ke vu ushqim. Jetu përgatit për familjen tënde dhe vjen mysafir. Dhe han ti, han familja jote dhe han mysafirt, kjo është bereqet. Kjo është bereqet. Prandaj, po të shikosh transmetimet, hadithet profetit alayhis salam, ne habitemi kur ndigjojmë te histori, habitemi dhe di pse, se na ka hik bereqetin neve dhe nuk mund ta paramendojmë si ndodhen ajo gjë. Ne që na ka hik, Zoti na rujt, ne na ka hik bereqetin. Ne habitemi kur një ushtri muslimanësh kanë hëngër një kec dhe ka tepru mishat i keci. A do ju besohet? Ka transmiti, kjo ka ndodhur në kohën e profetit alayhis salam. Kur kanë qenë luftën që i kanë luftën atyre e koalicionit të kret jo besimtarve, kanë deshur të luftojnë Medinë, profeti alayhis salam jam mbledh kret. Dhe i kanë rrethu. Sa thuhet që kanë thënë ja Rasul, ka pas për atyre njerëzve që thotë nuk kishim aq frikë ka qenë, sa shkonin të kryejnë nevojat tona personale, ka qenë shumë frikë, të rrethuar nga gjitha anët. Sa një prej sahabëve, se ndoshta e zgjata pak ta përfundoj. Një prej sahabëve kur e ka pa profetin alayhis salam lufta e Hendekut ka qenë. Kur e ka pa barku i profetit alayhis salam ka qenë i ngjit me kurrizin sa profeti alayhis salam ka vu gur. E ka lidh për barku, ka vu gur, e ka lidh për barku që mos ta ndjej urin. Një prej sahabëve kur e ka pa ju ka dhimt. Dhe ka shku te shtëpia vet, i ka thënë grus, çka kemi te shtëpia? Ka thënë një grusht miell edhe atë kecin e vogël. Thotë there dhe nxjerr brumin. Pse? Do ta therras profeti alayhis salam. Kur ka shku, ta therrasi profeti alayhis salam i ka shku te veshi, ka thënë ja Rasulullah, hajde se kam përgatitur ushqim. Pse i ka thënë te veshi? Se nuk kam për gjithë. Jo se s'ka desh, ama nuk kam për gjithë. Profeti alayhis salam çka ka thënë? Çka ka vepru? Nuk ka qenë për cilësive të profetit alayhis salam të haj vetë edhe 3 tjerët. E ka lënë vetin e vet pa gjë, pa tjerët të hanë. Profeti alayhis salam ngret dhe thret thotë, "O njerëz, hajde se na ka ftu fulani te shtëpia." Ngren dhe shkën kret. Kur i shikon gruaja këtit, gjithë ato burra duke ardhur, duan ushqim, që i vën durët në kokë, çka të bëjmë, në skam. Profeti alayhis salam çka i thot? Leje. Ka punu barabart. Ka vu atë millin atë bukën që është bë barabart dhe thuhet kanë hangër gjithë dhe sa thuhet që plus asaj profeti alayhis salam ka çutë te bia vet. Keci vogël, që një kec vogël mund ta haj një herë nëse do shumë çana do të vegjël. Këtu është bereqeti. Këtu është ai bereqeti. Kështu që Zoti inshallah na dhon bereqet në familjen, vetin tonë, Allahu Teala alem, subhanallahu wa bihamdihi.